Edhe ja këpusin kamën. Ndërkohë ai në atë gjendjen kollabuse të vetën, pe përsërit fjalën prap, o Zot, shumë ke lanë, e m'ke marrë pak. Edhe gjithë njerëzit po befasohen. Qysh ka mundësi një njeri në rrethana të tilla me përsërit prap këtë fjalë. Ja këpusin kamën, e kalon edhe këtë sfidë. Rrugës duke u kthy në shtëpi, një grup i njerëzve rebela i pushtojnë edhe ja morën edhe pasurinë të cilën e kishte fituar, domethënë gjatë procesit të marrëveshjes për tregti. Edhe prap se prap, thot o Zot, pak më ke marrë e shumë ke lanë. Edhe gjithë prap të e shiku me hamendje, ky me të vërtet nuk qenë ka mirë. Qysh ka mundësi me gjithë këtyne sprovave, gjithë këtyne vështirësive me të cilat u përball, prap thot shumë ke lanë e pak më ke marrë. Kur kthehen, e shohin që është shumë stabil edhe përkundër lodhjes edhe përkundër gjithë atyne vështirësive që i pat, ky prap e ka zgjedh me qenë i qetë. Edhe po e pyesin çka po të bën ty me qenë kaq pozitiv, çka po të bën ty me pas këtë qasje ndaj jetës. Edhe pse po e përsërit në stop këtë frazën, pak më ke marrë e shumë më ke lanë. Thot po Zoti gjatë rrugës, gjatë udhëtimit, ma mor një djalë, po mi ka lanë edhe shumë fëmijë që i kam në shtëpi. Mi ka lanë motrat, mi ka lanë vllazërit, mi ka lanë farefisin, i kam njerëzit e afërm, edhe pak më ka marrë e shumë ka lanë. Domethënë ka bën një lloj krahasimi me fuqinë e Zotit, çka ka mujt me bë, edhe çka ka bë. Domethënë ka mujt më sprovu edhe më tepër, po e ka zgjedh një antar të familjes më marr, e tjerët më mi lanë rreth vetës. Po te çështja e kamës kur e kom kput, thot, unë e kam edhe një kam tjetër. I kam dy duar, me të cilat mundem me u mbështet në diçka dhe me lëviz. I kam syt me cilët e shoh botën, isha mirësitë e Zotit për rreth,